Në episodin e sotëm të nderuar miq, do të trajtojmë një temë mjaft të rëndësishme shoqërore dhe mediatike në të njëjtën kohë. Pra do të flasim për mënyrën se si raportohet në media për personat me aftësi të kufizuara. Kësaj, së fundmi, profesor Enver Ulaj ka publikuar Udhëzuesin profesional që promovon qasjen pozitive, terminologjinë jo ofenduese dhe fjalorin gjithëpërfshirës për personat me aftësi të kufizuara në medje, me qëllim që pikërisht media të pasqyrojë sa më sakt, sa me dinjitet dhe me respekt realitetin e këtij komuniteti. E për të na treguar më detajisht sa i përket udhëzuesit për rëndësinë e tij dhe si lindi ideja të publikohet pikërisht një udhëzues që na orienton se si të sillemi me personat me aftësi të kufizuara në medje, që jemi ndoshta të parët në region që e kemi këtë udhëzues. Do të na flasë në vazhdim profesori Ulaj. Profesor, fillimisht mirë se erdhët dhe faleminderit që ndat kohën të jeni prezent në studion e Radio Kosovës, edhe të njoftojmë dëgjuesit për udhëzuesin që sapo e prezantova te dëgjuesit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe përshëndetje edhe për dëgjuesit dhe shikuesit tuaj. A mund të na njoftoni fillimisht pak a shumë me udhëzuesin, edhe të na tregoni se çka ju motivoi, si ju lindi ideja që ta hartoni një udhëzues të tillë për Republikën e Kosovës? Po, është një angazhim shumë vjeçar i imi në këtë fushë, si ish gazetar, unë kam punu një kohë gjatë në media, kam qenë gazetar në gazetën Zeri për 15 vjetë, edhe puna që bëj tash si koordinator i trajnimeve dhe i koordinimit me publikun e donatorët në qendrën burimore për mësim dhe këshillim Xheladin Deta, mi ka lidh të dyjat këto, profesionin e gazetarit dhe punën me personat me aftësi të kufizuara. Pastaj është një punë që ndër vite sa është diskutuar çështja e tillë, në të gjithë kam pas ose më janë drejtuar se ti ke përvojë në të dyja këto dhe mund ta bësh këtë në mënyrën më të mirë këtë prezantim. Ndoshta fillimet e para, ndoshta për vitin 2003 me OSB kemi punuar në media në prezantim të çështjeve të tilla. E pastaj ne kemi edhe një rrjet ballkanik të qendrave burimore apo shkollave speciale për persona me aftësi të kufizuara, që mbledhemi dhe është një grupim jo formal, që vazhdimisht ne jemi në këto punëtori, bëjmë konferencat përbashkëta, bëjmë punë. Dhe sa herë bie puna për mediat, për prezantimin e persona me aftësi të kufizuara në media, qendra jon, edhe unë si koordinator, gjithmonë kam pas këtë përgjegjësi, sepse kisha përvojën e dyja fushave dhe kemi marrë prezantime në konferenca rajonale, kemi bërë artikuj shkencor në këtë fushë, edhe kemi plotësuar vazhdimisht. Bile vite më parë kam marrë edhe disa punëtori me mediat lokale në rajonin e Dukazinit, kemi përgatitur edhe për ta udhëzime se si të punojnë. E tash është dita që këtë material që mbet, mos më mbet në revista shkencore, mos më mbet në salla konferencash, me ja publiku medjave me ja afru dhe për këtë në ndihmoi KCSF-ja që gjithmonë në ndihmon në projektet e tilla dhe me mbështetjen e KCSF-s kontaktuam Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, Komisionin e Pavarur për Media, edhe bëm disa punëtorin të cilën prezantuam draftin e parë dhe u mundu me dha një formë. Ishte nevojshme mu adresu një çështje e tillë sepse media ka një rol shumë të rastishëm në mënyrën se si paraqitet një komunitet edhe se si e portretizon komunitetin. Mënyra që na paraqet media bën që shoqëria më na pranu ose mos më na pranu. Media mundet me promovu këtë qasjen pozitive. Shoqëria e Kosovës është një shoqëri që është e përcaktuar për gjithëpërfshirjen dhe kemi parim themelor në shumë fusha. Ne të gjithë jemi të orientuar që në vërtet të ndërtojmë një shoqëri gjithëpërfshirëse, e media na ndihmon shumë në këtë. Ajo që duhet mandej dhe që del problemi është mungesa e përvojës, mungesa e njohurive. Deri tash kemi pas edhe mungesë të materialeve në këtë fushë, sepse është specifike dhe raportimi për personat me aftësi të kufizuara është goxha specifike dhe kërkon pak njohje në këtë pjesë. Cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë gazetarët gjatë raportimit kur janë në pyetje personat me aftësi të kufizuara? Po gjithçka që mundohemi ne të orientojmë është fillimisht tek qasja.
qasja mënyra me të cilën media ju afrohet tematikave që kanë të bëjnë me personat me arsye kufizore. Ajo që njerëzit e dallojnë mas letit është fjalori, sepse në fjalor më njëherë dallohen shprehja jo e duhur, shprehja ofenduese ose dashakeqe. Sa i përket fjalorit, ne kryesisht e kemi tejkalu edhe si shoqëri atë fazën e përdorimit të fjalorit fys. Nuk përdorim ose janë shumë të rrallë rastet kur nga padija ose nga mosnjohja e terminologjisë mund të flitet në publik. Por ky fjalor ofendues përdoret kur dy persona ose palë që diskutojnë, që nuk janë persona me aftësi të kufizuar dhe nuk kanë prani tyre, njëri me tjetrin përdorin mandej fjalor të tillë. Dhe kjo na ndodh edhe në emisione edhe sidomos kur ka të bëjë me politikën, kur përdoret terminologji që nuk ka të bëjë me ta, por që i lëndon palët e treta, në këtë rast personat me aftësi të kufizuara që dëgjojnë. Dhe ne kemi reaguar shumë herë bashkë me shoqatat e aftësisë kufizuara për shumë lloje të diskutimeve, të cilat edhe për ato që bëhen në Parlamentin e Kosovës, edhe kur ata i drejtohen njëri tjetrit, pa menduar që me atë fjalor lëndohet dikush. Domethënë kjo pjesa e fjalorit, po themi prapë, është e kalu, nuk ka të qëllimshëm që personit me aftësi të kufizuara t'i drejtohemi me një fjalor negativ, por në mes veti njerëzit kur diskutojnë nganjëherë përdorin shprehje të tilla. Ajo që mandej ne shohim me problem është kjo mënyra se si qaset. Edhe këtu ne në Doracak dhe në trajnimet që bëjmë kohë pas kohe, i kemi identifikuar një 4 lloj qasjesh që media ka ndaj persona me aftësi të kufizuara. Këtë të parën, këtë nënçmuesen ose fyesën, po themi që si shoqëri po e tejkalojnë, nuk është diçka që duhet merremi shumë, sepse nuk ka ndonjë media qëllim keqe, nuk ka gazetarë që kanë qëllime të këqija dhe që bojnë qëllimisht. Dalim tek qasja e dytë, që është ajo qasja e prezantimit përmes mëshirës dhe mshurisë, keqardhjes, që në thelb duket sikur diçka qëllim mirë, por në fakt ka efekt negativ. Mënyra me paraqit personat me aftësi të kufizuara për me prek ndjenjat, nganjëherë medias i pëlqen që me prek ndjenjat e njerëzve dhe në vend që me shpreh diçka që personi me aftësi të kufizuara mundet, bëjnë të kundërtet, fokusohen në pa aftësinë. Nuk them që mund të lëviz me karrocë, po themi ai nuk mund të lëviz. Dhe kjo është një nga sugjerimet kryesore të udhëzuesit, që me përdor një fjalor pozitiv. Mos themi që ai nuk komunikon, por komunikon me gjuhën e shenjave, le të themi. Domthonë, me shpreh diçka që mundesh në vend të asaj që nuk mundesh. Dhe pastaj nuk është e nevojshme gjithmonë të ceket aftësia e kufizuar e një personi, sepse ka disa njerëz që këtë aftësi të kufizuara kanë shumë të rëndësishme identitetit vet, një pjesë të rëndësishme dhe prezantojnë që ne jemi të tillë, po disa nuk e preferojnë këtë. Kështu që jo në çdo rast duhet të ceket që personi është me aftësi të kufizuara, nëse kjo nuk ka rëndësi për tregimin ose për historinë. Pastaj bashkë me këtë qasjen e keqardhjes, ai vuan nga është një nga terma që më përmban fjalori, dhe ne s'kemi nevojë të themi vuan. Ne mund të themi ka këtë diagnozë apo këtë dëmtim apo këtë, mundohemi dhe kjo është sugjerimi që jap gazetarëve të largojmë këtë, të raportojmë me një fjalor e terminologji neutrale. Sepse në fundit kjo lloj qasje duke dashur me bë mirë na shndrohet në diçka jo të mirë. E ngjashme me të është edhe qasja e egzagerimit pastaj. Mediat, veprimet thjeshta të zakonshme të personave me aftësi të kufizuara i paraqesin si heroizma. Personat me aftësi të kufizuara kanë disa dëmtime dhe disa kufizime që i ndalojnë në shumë gjëra të marrin pjesë, por ata janë të bëjnë shumë gjëra. Të jenë krijues, të jenë punëtor, të jenë të dobishëm, dhe është gjë më normale nëse ata punojnë apo kur janë përdorin pajisjet e teknologjisë. Por media duke dashur me zmadhu arritjet e tyre, krijon një bindje që ashtu bën në një veçantë edhe deri në heroizëm shfaqen gjërat. A i ndihmon profesor apo i dëmton ky sensacionalizmi nëpër medie personat me aftësi të kufizuara, sepse këtë gjë vërtet normalisht edhe juve jeni profesionist i fushës, por e kemi vrejt shpesh herë që ndoshta përpiqen të paraqesin ekstrem mirë ndoshta personat me aftësi të kufizuara, gjë që kjo ndoshta e bën një lloj empatie krijon te gazetari, po sa i pengon ose sa i dëmton kjo lloj qasje
pikërisht komunitetin. Mirë tha, sensacionalizmi është një mënyrë me atë të cilën media ko pas kohë, sepse kështu duhet një titull i fortë, duhet një shprehje e fuqishme në që me tregë vëmendjen edhe me arrit efektin. Por realisht çdo lloj sensacionalizmit e dëmton sepse është në kundërsht me të vërtetën. Mbrapa pasoj, nëse prezantohet në mënyrë me një sensacion diçka e tillë, do të tregon një paragjykim që ka vetë media për personin, sepse mendon që ky person nuk mund të arrijë ose ky komunitet nuk mund të arrijë dhe njëri prej tyre që qenë kaq suksesshëm, ka dalë jashtë pritjeve që ka shoqëria. E ne si shtash do të ndërtojmë një shoqëri ku pritet janë për secilin edhe mundësit janë për secilin dhe kjo lloj qasje duke sikur është e dobishme, por në afat të gjatë në fakt e dëmton sepse na jep një pasqyrë të gabuar. Kemi pas edhe një qasje që do të themi media apo televizioni apo filmi e kinemaja e kanë ofruar, në të cilën personazhet me aftësitë kufizora janë në disa role të superherojve. Për shumë janë një dy filma që ka bë me aktorin Ben Affleck, kur njëri është person me autizëm dhe është përdor dhunë dhe diktaturë në fëmijëri se baba i tij general dhe me disiplinë edhe ai është superhero. Dhe na krijon bindjen, edhe bindja e parë e njerëzve që shumë mirë që edhe një person me autizëm ose një i verbër në filmin tjetër që lun mund të jetë superhero. Por duke prezantuar në mënyrë të tillë, në dukje të mirë, në fakt na jep një stereotip të keq. Na jep një stereotip që nëse e ushtrojmë diktat edhe rregull dhe autoritet, secili prej tyre mund bëhet. Dhe këta që nuk janë bërë superheroj ose që kanë talente në muzikë, është një stereotip që personat e verbër gjithë kanë talent në këndim dhe në muzikë, që përsëri nuk është e vërtetë. Ata mund të kenë nëse punohet, por nuk e kanë a priori të dhuruar. Nëse punohet, nëse arrihet, kanë gjas. Dhe nëse nuk arrihet, pastaj shoqëria mund të mendojë se këta nuk kanë arrit për shkak se nuk kanë punuar shumë, sepse nuk ose janë demel, sepse nuk kanë. Kështu krijohen stereotipe që në afat të gjatë sjellin shumë dëm. Duke që në të parë kanë një impakt pozitiv, por është shumë i vogël pjesa e impaktit pozitiv dhe impakti negativ në afat të gjatë është shumë i dëmshëm. Dhe qasja e fundit në këtë pjesë që të përfundojmë këtë është më e shpeshta qasja injoruese. Kur ignoron fare, nëse del në një intervistë apo në rrugë, në lokale, kur janë në bibliotekë, gazetari me kamerë dhe me mikrofon takon personin me aftësi të kufizuar dhe e ka përcen. Sepse nuk e din se si do t'i drejtohet, ai del mirë, ai del keq, gabon, zgabon, më lehtë e ka me shmang radhën dhe me vazhdu me një tjetër. Dhe kjo ndodh jo vetëm në gjërat e çastit atullaj që janë për rrugës, por kjo ndodh edhe në gjitha, sepse ne shohim në studio televizive, në radio, në emisione, personat me aftësi të kufizuara janë mosafir vetëm kur është fjala për ta. Vetëm kur janë ditë kushtuar persona me aftësi të kufizuara, kur ka ndonjë problem që lidhet direkt me ta. Dhe ne nuk i shohim ata të flasin për çështje të jetës së përditshme. Për çfarëdo qoftë, për sportin, për muzikën, për artet, për pushimet, për krizën ekonomike, për financat, për kuzhinën, ata nëse janë pjesë e shoqërisë, atëherë duhet të jenë pjesë të gjitha debateve të shoqërisë, jo vetëm debate kur flitet për ta. Dhe ky është një lloj ignorimi i vazhdueshëm dhe më i madh që i bën. Këto çështje domethënë dëmshuria ose keqardhjes, mëshirës, egzagjerimi dhe ignorimi janë shumë të dëmshme se sa fjalori. Fjalori mund të korrigjohet. Nëse dikush e ka përdorur një terminologji, ja shpjegojmë dhe nuk e përsërit më, ndërsa këto çështje i mbesin gjatë dhe bëjnë efekt negativ në një kohë gjatë të shoqërisë. Profesor, përmendte pak më herët fjalorin e shoqërisë, përgjithësi përmende qoftë deputetët, qoftë edhe në për debate televizive, po si ndikojnë këto etiketa tek personat me aftësi të kufizuara në mënyrën se si i pranon pastaj shoqëria, edhe diçka tjetër po më intereson tani këto termet e vjetruara, cilat janë zavensimet e tyre, ndoshta që fatmirësisht unë personalisht nuk është që kam has kohëve të fundit në terme të dëmshme për personat me aftësi të kufizuara nga gazetarët, por në një platforme si mund të zëvendësohen ato, cilat janë termat, meqense edhe është tani më udhëzuesi, do është shpërndar, do të shpërndahet, por tani për tani në këtë pikë, a mund të na tregoni pak më detajisht? Po, fillimisht si ndihen, absolutisht që ndihen të fyrë kur përdoret fjalor dashakeq.
Një nga parimet që e kanë shpjegu në këtë uzus edhe që ne të gjithë i referohemi, shumë të në rasteve do më thanë fjalori i gabum vlerësohet as sa është i gabum prej dëshirës. Nëse ka dikush vërtet qëllim të keq që me përdor fjalë të keqe, ajo është fyse. Nëse dikush nuk e di dallimin mes një termi dhe një tjetër, apo atë thuhet person me arsye kufizore me nevojë të veçantë dhe e përdor njërin në vend të tjetrës, ajo nuk ka ndonjë qëllim të keq, dhe asnjëna prej tyre nuk është fyse. Po. Ma fyse është kur përdoret qëllimisht me qëllim të keq dhe persona dhe shoqatët ndihen të prekur në këtë, sepse ne ka vite ose ka dekada që mundohemi me ndihmu shoqërinë dhe median dhe të gjithë që me të i kalu këtë moment keq të përdorimit të terminologjisë jo të duhur. Dhe e shoh që pas 20 vite përsëri dikush përdor një nga ato shprehje për të cilat kemi reaguar shumë herë, atë është një lloj dëshpërimi dhe zgënjimit, sepse deri kur do zgjasin këta, se kur po vedisohemi që nuk mund të përdorim fjalë fyse për diçka që nuk varet nga personi, por që e ka kriju natyra ose që e ka fal Zotit të tillë. Domethënë është pjesë e një identitetit që nuk e kanë zgjedh vet. Nuk e kanë zgjedh vet personat me arsye të kufizuara. Kurse sa i përket terminologjisë, Dorat Saku gjysa e saj, se pjesë e saj ka një fjalor për afërsisht të gjitha çka mund të jenë çështjet e terminologjisë që na janë kujtu ose që i kemi has, dhe për gjitha ka një shpjegim. Pse kjo mund të përdoret, kjo s'mund të përdoret, pse tingëllon kjo keq edhe pse duket që nuk është, dhe si mund të zaventsohen. Unë mendoj që çdo gjuhë ka mjaft fjalor që me gjetë fjalë dhe shprehje që me i shmang shprehjet negative. Qëllimi kryesor është të përdorim qasje pozitive dhe të kemi respekt. Fjalori që shpreh respekt pastaj na çon edhe në veprime që shprehin respekt, edhe veprimet pastaj na çojnë edhe në përmirësim të gjendjes së persone me arsye të kufizuara në shoqëri. Ka mendime të ndryshme për terminologjinë, nuk pajtohen të gjithë, edhe vetë komuniteti ka mendime të ndryshme, disa preferojnë një temë, disa një tjetër, por ajo që vlen tek parimet, më një parë është të trajtojmë dhe të përdorim fjalor jo ofendues dhe që shpreh respekt. Ne do të themi person i verbër dhe nuk do të themi i verbër, sepse vetë fjala, nëse përdoret i verbër me përcaktu një person, do më të qëllimisht po vendos vëmendjen tek një diçka që personi nuk e ka, në këtë rast shikimin. Ndërkohë që ai ka të gjitha personalitetet dhe botën edhe funksionet e tij. Prandaj gjithmonë ne mundohemi fillimisht të përdorim person, pastaj i verbër. Pastaj parim tjetër është për kategoritë, për grupet shoqërore do të përdorim terminologjinë ligjore dhe ndërkombëtare. Ata që ka konventa ndërkombëtare për personat me arsye të kufizuar, ata që ka legjislacionin në Kosovë. Vetë personat me arsye të kufizuar mund ta quajnë veten si të dojnë, ne nuk i ndalojmë, por ne si gazetar do ta përdorim atë që është terminologji zyrtare dhe s'mund të ikim. Dhe e treta, do ta pyetim vetë personin se si dëshiron të identifikohet, se si ai identifikon vetveten. Për shkak se ne nuk jemi ekspert dhe nuk mund të dimë konkretisht çfarë dëmtimesh ka secili. Do ta pyesim a dëshiron të prezantohesh si person i verbër, apo me dëmtim pam, apo të mos çeket fare kjo. Dhe është dëshira e tij që tregoj që mu më prezantoni në këtë mënyrë. Në të rast se është fjala për dëmtime të intelektit që personi nuk mund të shprehë vetveten, atëherë pyesim familjarët e tij. Si e prezantoni, sepse ju e dini janë kategori të ndryshme të personave me dëmtime fizike në karrocë. Disa përdorin duart, janë tetraplegjik, quadriplegjik, janë kategori që vetëm ata që punojnë me ta i njohin, sepse ne nuk mund t'i dimë. Po ajo që duhet dimë ne si gazetar është të gjejmë mënyrën dhe të pyesim ekspert se si shkon kjo punë. Po, profesor, jemi krejt në fund të emisionit, tani po më intereson të ditë shumë se ky uzus, ky Dorat Sak, a do të integrohet edhe në literaturën e gazetarisë në departamentin e gazetarisë në fakultetin filologjik, apo edhe në tjerat universitete nëse ekziston departamenti i gazetarisë, dhe si pritet të ndikojë te gazetarët në raportimet e tyre. Po, faleminderit që më pyete, sepse edhe kjo është e rëndësishme. Nga punëtoritë që kemi pas më herët, edhe nga grupit që kemi punu në këtë uzus, kemi mbërrit që me bë një model që po themi është përfundimtar, dhe që Asociacioni i Gazetarëve dhe Komisioni i Mediave do ta publikojnë
ose e kanë publiku tashmë në dhe faqet e tyre në mënyrë që të gjithë gazetarët të kenë qasje. Kjo është gjëja e parë. E dyta është do të kontaktoj mediat edhe individualisht, do shkojmë secilën në media kryesore për me prezantu, me fol me redaktorët, sepse ata janë të rëndësishëm në këtë pjesë. Edhe kemi një poster që do ta lajmë në secilën studio ku shkruhen lajme, udhëzues me pikat kryesore. Janë një 10 pikat kryesore çfarë duhet të kenë kujdes. Kështu që kjo do të mbahet në këtë mënyrë përmes këtyre redaksive më gjatë dhe ta shpërndajmë sa më shumë. E një nga këto është edhe universiteti që thatë në drejtimin e gazetarisë, do t'ju shërbej edhe atyre si literaturë, e do të shkojmë ta çojmë edhe në kopje fizike, por edhe do t'i japim vazhdimisht qasjen në formën ta marrin në formën elektronike nga këto faqet. Çka është më rëndësi dhe që tentojmë në vazhdim që ta dërgojmë edhe në Shkupet e Tov, edhe në Tiranë, sepse realisht ka mungu në gjithë këtë hapësirë një udhëzues i tillë në këtë formë dhe gjithë media shqiptare kjo mund t'i ndihmojë, kështu që ne do të mundojmë ta shpërndajmë edhe atje, sepse siç thash, shumë gazetarë na kanë falendëruar për këtë punë, sepse vërtet kanë pas nevojë diçka që ju zon, për shkak se gazetarët të ne e dini mungojnë gazetarë profiluar në një drejtim, nuk ka një gazetar që merret gjithmonë me këtë. Kështu që të bjen më marrë me këtë punë një herë në disa vite edhe nëse s'ke udhëzimet e duhur është vështirë, kështu që na kanë falendëruar dhe kanë konsideruar që i ka ndihmuar shumë në punën e tyre. Ashtu, pra media ka fuqinë të përmësoj mendime dhe të ndryshoj gjithsesi realitete deri javën e ardhshme. Miru dëgjofshim.